Kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo ishte i pranishëm në ceremoninë zyrtare të çeljes së ekspozitës Ikonat e Shqipërisë të hapur në Muzeun e Arteve të Bukura në Chambéry të Francës, ku për herë të parë para publikut francez prezantohen 49 ikona nga fondi i Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar. Gjatë ceremonisë së hapjes, kryebashkiaku vlerësoi rëndësinë e kësaj ekspozite si një mundësi e jashtëzakonshme për prezantimin e historisë, kulturës dhe identitetit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Ai theksoi se Korça, si qyteti që strehon një nga koleksionet më të pasura të artit mesjetar në vend, ndihet krenare që kontribuon në këtë aktivitet me rëndësi të veçantë kulturore. Shqipëria i takon Europës jo vetëm gjeografikisht, pra si lokacion gjeografik, por edhe historikisht edhe kulturalisht, dhe ky është një fakt që ne duam shumë t'ja demonstrojmë, t'ja tregojmë opinionit publik francez, dhe unë shpresoj shumë që kjo ekspozit t'i vlejë këtij qëllimi madhor dhe këtij objektivi madhor të Shqipërisë, dhe do doja shumë që kjo ekspozit pasi të plotësoj rrugtimin e saj në Chambéry të ketë mundësi të vendoset edhe në qytetet tjera franceze. Ekspozita përfaqëson një nga ngjarjet më të rëndësishme të promovimit të trashëgimisë kulturore shqiptare jashtë vendit, duke sjellë në vëmendjen e publikut francez vlera të ralla të ikonografisë shqiptare të ruajtura ndër shekuj në Korçë.